Përshëndetje të nderuar shikues të TV1, po takojmë sërish bashkë me edicionin e ri të javës në 30 minuta. Javën që lan pas, lajmi që të ronditi opinionin, ishte ai dhunimi të 11 vjeçares nga 5 persona. Kjo ngjarje u përcoll me reagime e indinjat opinionit publik. Mblodhi mijëra qytetar në protesta në Prishtinë, Tiranë e Shkup dhe kulmoi me dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe atij të shërbimit korrektues. Edhe më e tmerrshme ishte se pak ditë më vonë dosje zbuluan se kjo 11 vjeçare ishte viktimë e abuzimit edhe në të kaluarën. Krahas këtij rasti, një fokus tjetër kishte edhe zbatimi i marrëveshjes për letër njoftime me Serbinë, e cila qysh nga minutat e parë të hyrjes në fuqi si vendim e edhe më pas u zbatua në plotësi sipas marrëveshjes. Por një shtatori nuk i gjeti në bankat e shkollës të gjetë nxënësit ashtu siç do duhej. Kjo për shkak të grevës, prej së cilës nuk u zbraps zbashku. Derisa as me furnizimin me energjinë elektrike nuk i patën punë dhe aq mirë gjatë javës. Një rast i rënd ka ndodhur mbrëmjen e 27 gushtit në Prishtinë, në parkun e lagjës Arbëria është dhunuar seksualisht një 11 vjeçare nga 5 persona. E mitura pas dhënjes së deklaratës është dërguar në strehimore, teksa 2 nga 5 personat të arrestuar si të dyshuar doli të jenë vëllezër. Në parkun e lagjës Arbëria në kryeqytet, mbrëmjen e së shtunës ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Përderisa ishte duke ecur, një 11 vjeçare është ndaluar nga disa persona e është dhunuar seksualisht. Për rastin në fjalë kanë filluar edhe hetimet. E sipas dosjes së prokurorisë, pasi ishte dhunuar nga 2 të dyshuarit e parë, viktima në afërsi të shtëpisë ishte ndalur edhe nga një person tjetër. Ky i fundit ishte me veturë së bashku me persona të tjerë, të cilët viktimën e kishin dërguar në një vend tjetër. Aty përshkruhet se viktima ishte dhunuar sërish. Pastaj, rrugës tek Varrezat kanë zbritur i mituri dhe ZPX, ndërsa i pandehuri së bashku me GPQ dhe të dëmtuarën janë larguar me veturë, ashtu që pas pak EPKR ka ndaluar veturën në një vend të panjohur dhe ka kryer marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën, edhe pse ka ditë që e dëmtuara është në 14 vjeç. Prokuroria për 2 të arrestuarit ka kërkuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Këtë ka konfirmuar zëdhënësia Laureta Ulaj. Me urdhër të prokurores kujdestare nga departamenti për të mitur, janë ndaluar 2 persona, njëri i moshës madhore, ndërkaq tjetri i mitur. Personi i moshës madhore është ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh, ndërsa personi i mitur është ndaluar në kozgjatje prej 24 orësh, për shkak se të njëjtë dyshohet se kanë kryer veprën penale të dhunimit. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, ndërsa pas deklaratës së dhënë nga viktima, ajo është dërguar në strehimore. Nga rjeti grave të Kosovës thonë se viktima tashmë është e sigurt atje, mirë po kërkojnë nga institucionet përkatëse të japin dënime meritore. Kjo na lën shumë të dëshirojmë edhe na lën të kuptojmë se si institucionet tona vazhdojnë të trajtojnë rastet e dhunimit, edhe abuzimit seksual, sidomos kur kemi të përfshirë të mitur. E në raportimin 24 orësh të policisë së Kosovës ishte raportuar edhe një rast tjetër i dhunimit në fushë Kosovë. Përpos që u dhunua në fund të gushtit, 11 vjeçaria ishte raportuar në policinë e Kosovës si e zhdukur edhe në muajin qershor. Këto 2 raste, prokuroria themelore në Prishtinë është duke i trajtuar si të ndara, ndërkaq për 5 personat e dyshuar për dhunim në rast se shpallën fajtor, pritet të marrin dënime të ndryshme për shkak të moshave që i takojnë. Gushti nuk ishte hera e parë që në policinë e Kosovës ishte raportuar 11 vjeçaria. Rreth 3 muaj më parë, familja kishte kërkuar ndihmën e organeve të rendit për gjetjen e saj, pasi ishte raportuar si e zhdukur. Si rast të ndarje ka cilësuar këtë të muajit qershor prokuroria themelore në Prishtinë, derisa ka dhënë detaje për veprimet e atëhershme. Ju njoftojmë se në qershor të këtij viti e mitura fillimisht është raportuar në stacionin policor në Prishtinë si person i zhdukur, me që rast është njoftuar prokurori kujdestar nga departamenti për të mitur i kësaj prokurorie, i cili ka autorizuar policinë në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore dhe e njëjta është gjetur e intervistuar në prezencë të punëtorës sociale dhe mbrojtësit të viktimave, si dhe më pas është dërguar në strehimore. Hetimet për këtë rast nuk kanë pushuar ende.
Për të përfshirët në dhunimin e 11 vjeçares më 27 gusht, në rast të një akt gjykimi dënues, ato pritet të dallojnë për shkak të moshave të ndryshme të dyshuarve. Sipas avokatit Burim Halili, kozgjatja e burgimit për ta është nga 10 deri në 20 vjet. Në këtë rast kemi të bëjmë me veprat penale, nga Kodi Penal i Kosovës që është 31 bashkëkryerja, sepse janë 5 kryerës të veprës penale. Pastaj kemi të bëjmë me veprën penale të dhunimit nga neni 230 dhe kemi të bëjmë me veprën penale nga neni 235 që ka të bëjmë me integritetin seksual të personave të mitur në moshën 16 vjeçare. Në shenjë revolte ndaj institucioneve për këtë rast dhunime, në mënyrë masive organizuan protesta në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni të Veriut. Për rastin e 11 vjeçares, 2 ditë radhazi u mbajt protest, veç ajo së mërkurës ishte më masive. Mira qytetar, aktivist të shoqërisë civile dhe fytyra publike u mblodhën në Prishtinë me një kërkesë të vetme, dënim maksimal për dhunuesit. Përmes protestës, drejtësi u kërkua edhe në Tiranë e Shkup. U mblodhën në mesditë në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet. Mbi qendra qytetar u mblodhën bashkë për kauzën e dhunimit të 11 vjeçares 4 ditë më parë në Prishtinë. Gra, burra e fëmijë marshuan me orë të tëra drejt institucioneve të Kosovës. Nën thirrjet 5 djem 7 orë, çika 11 vjet, bollma, pedofilët në burg, duan vepra jo statuse, çika e gra jemi bashkë krah për krah, nuk ka dështuar nëna, ka dështuar shteti. Protestuesit kërkuan reagim dhe mbrojtje e siguri për gratë dhe vajzat në Kosovë. E aktivistja e kolektivit për mendim dhe veprim feminist Rina Binaku tha se dhunimi 11 vjeçares është alarm për të gjithë, sidomos për shtetin. Rasti i përdhunimit të vajzës së mitur është alarm për të gjithë ne. E pikë së pari për shtetin, i cili edhe sot vazhdon të jetë të anën e dhunuesve. Është pikërisht ky sistem patriarkal, me të gjitha patericat e veta, ai i cili është duke prodhuar vazhdimisht përdhunues. Kurse Ylka Zuka kërkoi që të edukohen më shumë fëmijët në mënyrë që të lëvizin lirshëm dhe pa frikë. Jena dalë protest për me mbrojt vetën si femna që jem. Dojmë mbrojtje prej shtetit, dojmë prindit që të edukotojmë fëmijët, që të mësojmë, që të jem shlirë, që mos të frigomi për asgjë. Arjeta Krasniqe, e cila ishte pjesë e protestës, shpreh se nuk do të largohet nga protesta derisa të shohin që po merren parasysh kërkesat e tyre. Ky rast është tejmose i rond për secilin çik, grua, vajza apo femën, çish do që e quajmë na. Këto jemi së bashku me protestues, nuk e kemi ndërmend me u largu derisa të shohin edhe qeveria, edhe qytetar, edhe vetëm meshkujt që me vajza nuk ka lojë, po nuk e di se a do dënohen ashtu që meritojnë. E një qytetar tjetër dha një propozim për kryerësin e krimeve. Unë jam që njerëzit mos dënohen, cilin qenda të rehabilitimit për shërim. Unë jam për edukata pozitive në shkollë me fillu. Protestuesit u ndalën së pari tek Ministria e Drejtësisë për të vazhduar më tej tek Policia e Kosovës, Këshilli Gjyqësor e zyra e kryeprokurorit të shtetit. Tek dyert e institucioneve protestuesit hodhën ngjyrë të kuqe. Si destinacion të fundit e patën objektin e qeverisë, ku para shkallëve të ekzekutivit qëndruan për orë të tëra duke kërkuar drejtësi për gratë. Protesta që kërkojnë drejtësi, mbrojtje dhe siguri për gratë pas dhunimit të 11 vjeçares, gjatë ditës së sotme u mbajtën edhe në Tiranë dhe në Shkup. E protestat nuk ishin reagimi vetëm. Dorëheqjen nga pozitat dhanë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, dhe drejtori i shërbimit korrektues Ali Gashi. Por për dorëheqjen e Mehmetit u ngritën dyshime nëse ishte planifikuar më herët. Dhunimi 11 vjeçares nga 5 persona dërgoi në dorëheqje të 2 drejtorëve të institucioneve të sigurisë. Të martën nga detyrat e parit të Policisë së Kosovës u largua Samedin Mehmeti, kurse një ditë pas detyrën e liroi edhe drejtori i drejtoratit për trajtimin e të burgosurve dhe të miturve Ali Gashi.
Ndërheqja ka ardhur si akt moral i zotrit Gashi, pasi që njëri nga të dyshuarit për dënim ka qenë në mbajtje të dënimit në institucione korrektuese për disa vepra penale. Largimi i Mehmetit bëri që të ketë reagime të shumta në opinionin publik. Ndërheqja e drejtorit të policisë sipas njoftit të sigurisë Drizan Shalës ishte një gjë e planifikuar më herët. Në aspektin moral mund ta përshëndesim një akt të tillë, një veprim të tillë, po bazuar në informacionet të cilat i posedojnë nga burimet e mbrëmshme, ka patur një dakordsi që më herë se drejtori të lirohet apo të skarkohet sepse është në planifikimin e nivelit të qeverisë. Kurse sipas Shalës, ndërheqja e drejtorit të drejtoratit për trajtimin e të burgosurve dhe të miturve lidhet me rastin e dhunimit. Po mendoj që kjo pikërisht ndërlidhet me vetë faktin që persona i apostrofoi dyshuari, një nga të dyshuarit që i përket dhunimit të asaj vajze ka qenë i dënuar dhe në batën e atë qendër korrektuese, pra kjo dëshmon se personin në fjalë, drejtorin në fjalë ka dhënë ndërheqje si akt moral. Largimi nga detyra e Samedin Mehmet, pikërisht disa ditë para se të hyjë në fuqi reciprociteti, nuk është e arsyeshme. Situata në veri, reciprocitetin të cilin ka paralemruar qeveria, reagimet e partnerëve ndërkombëtar lidhur me këtë tema, unë mendoj se nuk e favorizojnë krijimin e hendekut apo vendeve vakante në institucionin e policisë Kosovës. Madje sipas Berishës ka pasur edhe më herët arsye të tjera për të cilat ishte dashur që Mehmeti të jepte ndërheqje. Ka pas arsye shumë më të forta edhe më të rënda kur ka qenë arrestimi i policëve për çështje trafikimesh e tjera, për ndërheqje morale nëse mund të flitet për moral këtu. Ndryshe, kryeministri Albin Kurti ka caktuar si ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm Femi Hotin. Për dhunimin e 11 vjeçares u arrestuan 5 persona, të cilët po mbahen para burgim. Akti i dhunimit të së miturës shokoi opinionin kosovar, si dhe zgjoi reagime nga krerët e shtetit. Një shtatori, dita në të cilën është e parapartë të filloj viti ri shkollor, shumicën e shkollave në vend i gjeti në grevë. Përjashtim nga këto ishte shkolla e mesme e mjekësisë Ali Sokoli në kryeqytet. Nga së bashku kanë thënë se shkolla në fjalë nuk ka organizim sindikal. Kundër mbajtjes së grevës të enjtën është shprehur prap kryeministri Albin Kurti. Qysh në 7:30 të mëngjesit, Gjimnazi i Shkencave Shoqërore Ahmet Gashi në kryeqytet i kishte dyert e hapura për nxënës. Në mes të së bashkut që kishte njoftuar se do të kishte grevë dhe Ministrisë së Arsimit që i ftoi nxënësit në shkolla, disa prej tyre kishin vendosur ta dëgjonin këtë të fundit. Drejtori i kësaj shkolle, Gjimeta, i tha se megjithatë shkolla do të mbajë grevë. Dhënë të drejtën në bazë të vendimit djetë që kanë marrë Këshilli i Greves, nuk bëhet mësimi. Natyrisht që për neve është ma keq nuk ka që më shku, po kjo është çështje e sindikatës dhe na nuk mund të ndërhyjmë. Ndryshe nga Ahmet Gashi, në Gjimnazin e Shkencave të Natyrës, Sami Frashëri u vërejt numër më i madh i nxënësve. Megjithatë, as aty nuk u mbajt mësim. Por të enjtën mësim megjithatë u mbajt në një shkollë tjetër, shkollën e mesme të mjekësisë Ali Sokoli në Prishtinë. I pyetur për shkollën Ali Sokoli se pse nuk u respektua greva, kryetari i Zbashkut Rahman Jashara i tha se aty nuk ka organizim sindikal. Jo, që se vërtetën nuk i kam raport e setë, se unë ma tjetër për jam në BSPK, për shkollën që përmendet ju, arsyeja është që atje nuk kemi pas organizim sindikal, të më thonë kjo shkollë nuk është më Zbashkun. Megjithatë, përsëritjes e greva nuk do të përfundoj pa u plotësuar kërkesat e tyre. Procesi mësimor të enjte nuk u zhvillua as në komunën e Podujevës që qeveriset nga partia në pushtet e as në Gjakov. Ditën sotme jemi gjetur para një akti tjetër të marrë, do më thënë të marrë nga sindikata e cila ka apelu të mësimdhënësit që të ketë grevë. Tani të gjitha shkollat janë në grevë. Deri që të është kam në informacione, grevë janë gjitha shkollat, edhe qytetit, edhe katone dhe shkollat e mesme fillore që dhe gjitha. E për grevën që ditës ka reaguar edhe kryeministri Kurti. Ai ka thënë se shkolla nuk bën të bojkotohet, kurse ka përsëritur që grevistët nuk do të paguen. Kundër grevës janë deklaruar edhe nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Edhe në ditën e 2 të shkollës, nxënësit nuk mbajtën mësim, por me qenë se sindikalistët nuk po zhvillojnë takime me ekzekutivin, gjatë së premtës ata u takuan me krerët e partive opozitare.
Zilja po bie edhe në ditën e dytë të shkollës, por as të premten nuk ka nxënës brenda saj. Kjo pasi edhe në këtë shkollë në kryeqytet, mësimdhënësit po vazhdojnë grevën e përgjithshme. E nga kjo grevë nuk po zhvillohet as procesi mësimor, ku 17 bankat në klasën 2 në shkollën Gjevde Doda në kryeqytet janë të zbrasta, pasi nxënësit nuk kanë ardhur në shkollë. Pavarësisht që mësimdhënësit ishin në objekt, ata nuk pranuan të tregojnë se edhe sa kohë do të vazhdojnë këtë grevë. Mirë po prapa kamerave kanë treguar se disa prej tyre janë kundër kësaj greve të përgjithshme. E gjatë së premtës, kreu i Zbashkut ka zhvilluar takime edhe me përfaqësuesit e partive opozitare. Kemi ngritur dyshimet tona serioze se si është e mundur që për kushtin, për muajin gusht, kur nuk ka pas pasojë në sistemin arsimor, të ndërpriten pagesat në fjalë, pra është dënim jo ligjor, nuk ka pas ligjore, siç dhe kemi ngritur shqetësimet tona të plota që bëhet një dënim tërësisht kolektiv ndaj gjithë mësimdhënësve në nivel të Kosovës, pa paragjykuar betejmë gjyqësore që palët do të bëjnë. Pas LDK-s, Jashara ju prit në takim edhe nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës. Qasja të cilën e ka zgjedhur qeveria e Kosovës është qasje e papranueshme. Nuk ka vend për qasje autoritariste dhe diktatoriale në Kosovë. Nuk mund të sillet qeveria ndaj mësuesve, ndaj arsimtarëve, ndaj mësimdhënësve, zyrtarëve publik me këtë arrogancë të paparë ndonjëherë në historinë e vendit tonë. Ndërsa kryetari i Zbashkut tha se u pajtuan se situata në të cilën gjenden nuk është e mirë, nga se humbësit më të mëdhenj janë nxënësit. Gjithë ky angazhim i bashkimit sindikatave po bëhet që njerëzit e vullnetit mirë të na ndihmojnë që të ulemi në tavolinë me qeverinë, që të gjejmë zgjedhje për kërkesat tona, me të vetmin dëshirë që t'i kthehet normaliteti edhe administratës, po t'i kthehet normaliteti edhe shkollave tona dhe institucioneve tjera. Greva në vend ka filluar nga 25 gushti, e që po vazhdon me kërkesën për ndarjen nga 100 euro deri në miratimin e ligjit për paga. Në situat lufte, disa shkolla në Ukrainë filluan mësimin me 1 shtator, njëra prej tyre në Mariupol me gjendje gjysmë të shkatruar. E në ditën që filloi procesi mësimor, një shkollë në Irpin e vizitoi dhe vetë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski. Presidenti Ukrainës tha se fëmijët janë frymëzimi i tyre. Të veshur me uniformën e shkollës, të rregulluar e stolisur po ecin drejt hyrjes së shkollës. Nxënësit e njërës prej shkollave në Mariupol e filluan ditën e parë të mësimit, ndonë se objekti i shkollës është gjysmë i rënuar nga sulmet ruse. Ora e parë filloi me himnin kombëtar të lëshuar nga mësimdhënësja. Lidmila, banore vendase e cila e solli nipin e saj në shkollë, këtë ditë e quajti ditë të lumtur. Kjo festë është shumë e gëzueshme për ne, veçanërisht në sfondin e të gjithë ngjarjeve të fundit. Pritjet tona janë të justifikuara, shpresojmë për më të mirën. Restaurimi është duke u zhvilluar, ne e shohim, ata kujdesen për ne dhe kjo na bën të lumtur, natyrisht kjo na jep zemër. Sipas administratës së shkollës, numri i aplikantëve tashmë ka tejkaluar numrin e nxënësve para fillimit të sulmeve ruse, pasi shumë shkolla të tjera në Mariupol tashmë janë të shkatërruara. Njëra nga shkollat u hap edhe në Irpin të Ukrainës. Madje këtë institucion arsimor vizitoi edhe vetë presidenti i vendit Volodymyr Zelenski, por fillimisht u ul në bankën e shkollës për të bashkëbiseduar me disa fëmijë që po fillojnë vitin e ri shkollor. Zelenski tha se këta nxënës e fëmijë janë frymëzim për ta. Të gjithë erdhën. Shkolla është një shtëpi e dytë dhe sot është edhe e para për disa prej jush. Pra urime nga të gjithë ne. Ju na frymëzoni sot dhe ju uroj studime të mira, fat të mirë dhe gjithë të mirat. Dhe ne kemi përgatitur një procedurë të veçantë, apo jo? Procedura e veçantë të cilën e prezantoi Zelenski ishte sjellja e qenit hero në klasë, për të cilën thuhet se ka zbuluar më shumë se 200 pajisje të pashpërthyera që nga fillimi i luftës më 24 shkurt. Një mësimdhënëse nga Suhareka u largua nga puna për shkak të mbulesës. Largimi i saj ka ngjallur reagime të shumta. Familjarët e mësuesës theksuan se ajo po përjeton një krizë emocionale.
Ky është Liman Bytyqi, drejtor në shkollën Flamuri Arbërit këtu në Reshtan të Suarekës. Ai nuk po dëshiron të komentoj vendimin që mban në shkrimin e tij për largimin nga puna të arsimtarës së matematikës Remzie Lezi, vetëm se kjo e fundit mban bulesë. Për shkak të bindjes së saj fetare, përveç vendimit për largim nga puna ndaj arsimtarës Lezi, po dyshohet të jenë përdorur edhe fjalë fyese. Vëllai i saj, imam në xhaminë e qytetit në Suarek, Sabit Gashi, thotë se drejtori ja kishte mbyllur derën e shkollës motrës së tij, duke mos e lejuar që të futet brenda. Krejt kjo, sipas Gashit, po ndodh për shkak të bindjes që drejtori e ka për fenë islame. Ka pasur sjellje të këqija nga drejtori para se të lëshohet kjo shkresë, sepse kanë përjashtuar prej shkollës pa shkresë, pa asgjë tjetër, vetëm ja kanë mbyll derën. Nga e gjithë kjo situatë, mësuesja thuhet se po përjeton krizë emocionale. Gjendja e rëndë psikologjike e motrës në atë formë të trajtohet. Një arsimtare e cila 30 vjet, madje edhe në kohën para luftës, edhe pas luftës, të kontribuoi për arsimin. Keqardhje për të gjitha që ka ndodhur, po shprehin kolegët e Remzies. Shkurta Morina, mësimdhënëse në po të njëjtën shkollë, thotë se për kolegen e saj ka vetëm fjalë të mira. Asnjë tros kemi vrejtje, ka qenë edhe kolege e mirë, ka qenë edhe mësuese e mirë dhe gjitha i ka pas. Mirë po për zgjedhja, po na thonë që ligji nuk i lejon të mbulohet edhe afërmet që është kjo që ligji në shkollën fillore mund të manipulohen fëmijët shumë lehtë. TV1 ishte në komunën e Suarekës, mirë po zyrtarët komunal nuk kanë pranuar të flasin para kamerave, nën arsyetimin e ndjeshmërisë së rastit. Ata i thanë televizionit se kryetari komunës Bali Muharremaj do të kthehet nga udhëtimi zyrtar të dielën dhe personalisht ai do të merret me këtë rast. Me anën ligjore të këtij rasti po merret avokati Muhamet Mujaj. Ai thotë se drejtori i shkollës dhe këshilli drejtues nuk kanë të drejtë ligjore për përjashtimin e askujt nga shkolla. Se një vendim të tillë mund ta marrë vetëm drejtoria komunale, tha përmes telefonit edhe kreu i Suarekës Bali Muharremaj. Ai u zotua se gjithçka do të rregullohet nga dita e hënë, kur ai do të shkojë në zyrën e tij në objektin e komunës. Një shtatori solli zbatueshmëri të marrëveshjes me Serbinë për letërnjoftimet. Në këtë ditë, ekipi TV1 qëndroi në pikat kufitare Jarin e Bërnjak dhe zbatueshmëria e marrëveshjes në fjalë shkoi me qetësi, derisa situata e tillë ishte qysh nga ora 24:31 gushtit. Qytetarët e Kosovës dhe Serbisë vetëm me letërnjoftim po hyjnë e po dalin pa probleme nëpër pikat kufitare. Në Jarinje gjasë ajntes qarkullimi ka vazhduar normalisht, duke respektuar marrëveshja për letërnjoftimet. Qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë janë duke kaluar pikën kufitare në Jarinj vetëm me letërnjoftim, pa pasur nevojë për ndonjë dokument shtesë. Një gjë e tillë ka nisur që nga orët e para të ditës së sotme. Gjithashtu edhe në pikën kufitare në Bërnjak, qarkullimi ka vazhduar në përputhje me marrëveshjen. Edhe në pikën kufitare në Bërnjak është duke zbatuar marrëveshja për dokumentet personale. Qytetarët e dy vendeve janë duke kaluar vetëm me letërnjoftim. Pa përmendur raportet politike, qytetarët serb shprehen të kënaqur me marrëveshjen për qarkullim. Kjo marrëveshje është e njëjtë për të gjithë pa marrë parasysh letërnjoftimet. Targat është e njëjtë edhe për ne edhe për shqiptarët. Megjithatë, ka nga ata që ujdia e fundit nuk po i bën përshtypje. Nuk dua të jap asnjë mendim për këtë çështje. Kjo marrëveshje është e shkëlqyeshme. Situata në këto pika kufitare, për dallim nga 31 kurriku ishte e qetë, gjithçka kontrollohej nga policia e Kosovës, e në mëngjes madje këtu u pa edhe një ekip i Euleksit. Ndryshe në hyrjet e kufirit në të gjitha pikat, Serbia ka vendosur tabelat e informimit, aty shkruhet se letërnjoftimet e Kosovës pranohen vetëm për çështje praktike dhe kjo nuk nënkupton që Serbia njeh Kosovën si shtet. Tridhjetë gushti shënoi ditën ndërkombëtare të pagjeturve. Teksa krerët e shtetit vazhdojnë të kërkojnë nga komunitetin ndërkombëtar që t'i bëjë trusni Serbisë për t'i hapur arkivat që të zbulohet e vërteta. Vezire Batusha nga Krusha e Vogël akoma po pret që një ditë të dashurit e saj do t'i trokasi në derë. E përlotur, ajo thot se nuk dëshiron të largohet nga kjo botë, të paktën pa i varrosur 2 djemt dhe burrin e saj. Jeta ka sprovuar rënd.
Vesire Batusha nga fshati Krushës ka 23 vjetë që jeton me dhimbje. Ajo pret që një ditë burri i saj së bashku me 2 fëmijë do t'i kthehen. Ata u zhdukën me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ajo nuk di gjë për fatin e tyre që nga 23 marsi i vitit 1999, kur forcat serbe ja morën me dhunë më të dashurit e saj. Donë se si grua dhe si nën, ajo do t'i donte t'i ketë të gjallë. Batusha thot se nuk do t'i mbyll syt nga kjo botë, të paktën pa i varrosur djemtë të saj. Do të gjinën e arsi, kur gjën po, inshallah, tash po marrë me mytë, inshallah, gjinën e ku. Vinë vend vetë, arsi se keq desë, tash mës mi gjetë një varros me dorë teme, shumë keq desë. Po, inshallah, gjinën sa ma shpejt, sa jam gjallë, sa më kur gjallë të 1 vjetë të bunën. Në munges të fëmijëve, Vezire Batushës zemra po i djegë. Një e kilikuas po dilka, se mërzi e bollë, ma kesh se e vlatë mi hupë, burri bollë, po e vlatë zemën për ta kalle. Laka të ri, ate vjen si me gëzu lirien, jo ne. Ndërsa Lutfie Vogshit është dukur e ka vëllan. Ajo shpresat i ka se vetëm një presion që mund të vjen nga Amerikanët do të ndihmojë në zbardhjen e fatit të tij dhe të tjerëve. Dash zoti trusni bajnë ndërkombëtarët, edhe Amerika, si e shohim që ajo është tash si ndërmjetësuese bisedime, derisa ata janë si ndërmjetësues në bisedime, shpresojmë që edhe biseden për të zhdukun do të flasim për ta. Edhe pas 23 vjetësh, familjarët e më shumë se 1600 personave të zhdukur vazhdojnë të jetojnë mes ankthit dhe shpresës. Fillimi i javës i gjeti të përkeçuara blloqet e korporatës energjetike të Kosovës. Të dielën që lan pas doli nga funksioni njësia A3, kurse të hënën përkohësisht e ndali prodhimin edhe njësia B1. Si rrjedhoi pothuajse e gjithë java u përcoll me reduktime. Furnizimi i rregullt me energji u kthye nga entja, por sërish problematike po konsiderohet stina e dimrit. Madje bizneset kanë frikë se do të detyrohen të largojnë punëtor nga puna. Para disa ditësh ra nga funksioni, kjo ka bërë që të shtohen reduktimet me energji elektrike. Ani pse të enjtën është rikthyer në funksion bloku BD i Kekut, situata nuk po duket shumë shpresuese. Madje edhe për vetë kryeministrin Albin Kurti, situata e furnizimit me energji elektrike është shumë e rëndë, sidomos gjatë stinës së dimrit. Merrni mend, ende pa ardhur dimri, ka pasur raste kur 1 megavator ka shkuar edhe 1.000 euro në bursën ndërkombëtare energjetike. Andaj, situata është shumë e rëndë. Ju keni parë se çfarë po thonë edhe liderët e Gjermanisë, Francës dhe vendeve të tjera evropiane. Situata është e rëndë në gjithë kontinentin evropian. E për këtë gjë, fajtor sipas zyrtarëve të Institutit për Politika Zhvillimore IMPED është vetë qeveria e Kosovës. Liron Gjocaj nga ky institut thotë se nëse shteti nuk blen energji elektrike në këtë kohë, reduktime gjatë dimrit do të jenë të mëdha. Qeveria është duke keq menaxhuar për shkak se mos kontraktimi i rrymës, mos marrja e masave, siç është për shembull politikat fiskale, heqja të TVSH-s për panele solare, për pelet, për pompa termike, shtimi i masave të eficiencës së energjisë e shumë të tjera kanë ndikuar që sot Kosova të ballafaqohet me një krizë të dukshme e të vërejshme. E gjithë kjo situatë më së shumti vështirësi po u shkakton bizneseve. Biznesmeni Borim Piraj thotë se dëmet financiare nga reduktimet e energjisë janë të mëdha. Ai thekson se nëse ndodh ajo që po paralajmërohet gjatë stinës së dimrit, shumë kosovar do t'i humbasin vendet e tyre të punës. Nëse kompanitë që do të ngarkohen me çmimin e energjisë së agregatit, atëherë normal se do të fillon edhe largimi i punëtorëve nga puna. Pas rikthimit të njësive BD dhe A3, të paktën ditëve në vazhdim pritet të ndalen reduktimet. Kështu është zotuar kryetari i sindikatës së re të Kekut Nejat Lumnica. Të nderuar shikues, me kaq edhe po e përmbyllim edicionin Java në 30 minuta. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftoj të vazhdoni e të shoqëroheni me kanalin TV1. Mirupafshim.